Habi të mjeku. Nuk duhet të përdorni hithrat nëse vuani nga këto tre sëmundje. Qytetrimet e lashta e përdornin hithrën për të trajtuar dhimbjet e shpinës, ndërsa qytetrimet romake e përdornin atë edhe për ngrohje. E pasur me vitamina dhe minerale shumë të rëndësishme të cilat janë të dobishme për shëndetin tuaj. Hithra mund t'jetë me përfitime të mira për shëndetin. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Por vlerat që do të merrni prej saj do të luajnë një rol pozitiv për organizmin tuaj për sa kohë e përdorni nën kujdesin e duhur dhe në mbikëqyrjen e një eksperti, por cilat janë vetit medicinale të hithrave. Hithra është e pasur me lëndë ushqyese të tilla si vitamina A, vitamina C, vitamina K, si dhe kompleksi vitaminave B, duke i dhënë asaj një përzgjedhje të mirë ushqyese për të nisur ditën dhe për të evituar gjithashtu shqetësimet e një pasnjëshme. Hithra është e njohur për efektet e saj antiinflamatore, gjë që e bën atë të dobishme për artritin dhe sëmundjet të tjera inflamatore, dhe është të dëshmuar të jetë jashtëzakonisht e mirë në luftën kundër alergjive. Gjithashtu ajo ndihmon edhe në një detoks më të mirë të trupit. Gjithashtu hudhra mund të kombinohet mjaft mirë me hithrën dhe t'i jap një pastë të shijshme për gatimet tuaja. Por cilat janë ndikimet e vërteta të hithrës në shëndetin tuaj? A shkakton ajo hollim të gjakut? Ekziston një besim se hithra mund të ndikojë në dëndësinë e gjakut për shkak të përmbajtjes së saj e cila është e lartë e vitaminës K, që luan një rol kyç edhe në procesin e koagulimit. Disa studime kanë treguar se hithra mund të ndikojë në mpiksjen e gjakut, kjo në varësi edhe të dozës dhe mënyrës se si doni ta përdorni atë në recetat tuaja ditore. Konsultimi i mjekut është i nevojshëm nëse planifikoni të konsumoni hithra, veçanërisht nëse tashmë përdorni edhe antikoagulant ose keni probleme me dëndësinë e gjakut. Por si ndikon hithra gjithashtu në dietën tuaj? Hithra mund të përdoret si një përbërës në ushqim dhe të jap gatimeve tuaja vlera të jashtëzakonshme ushqyese. Gjethet e reja të hithrës janë të ngrënshme dhe mund të përdoren në supa, në sallata, omlet, byrek, bukë dhe gatime të tjera. Ato janë të pasura me vitamina dhe minerale që i bëjnë ato një shtesë të shkëlqyer për një dietë të shëndetshme. Përgatitja e hithrës duke e ngrënë kërkon edhe kujdes, pasi kështu përfitimet e saj do të jenë edhe më thumbuese dhe mund të shkaktojnë gjithashtu acarime të lëkurës. Është më mirë që të përdorni doreza për të përgatitur atë. Është një mënyrë e thjeshtë bleaching e përgatitjes së saj. Thjesht hidhni gjethet në ujë të vluar për disa minuta dhe më pas i shplani atë me ujë të ftohtë. Pas së zbrazjes, hithra është gati të përdoret në gatime të ndryshme. Siguroni që të zbrazni në një kohë të shkurtër në mënyrë që të mos humbisni lëndët ushqyese. Nëse humbet ngjyrën e saj të dallueshme jeshile, nuk do të ketë efekte të tilla. Hithra mund të zihet shkurt, zakonisht për 2 minuta në ujë të valët. Nëse keni ndërmend të konsumoni hithra, duhet të dini se ato mund të shkaktojnë alergji të disa njerëz. Për këtë arsye këshillohet futja e tyre në mënyrë graduale në dietën tuaj dhe jo të menjëhershme. Ndaj, alergjitë ndaj hithrave mund të shfaqen me skuqje, kruajtje, enjtje dhe kontraktime të ndryshme. Alergjitë e saj mund të shkaktojnë teshtime, arrjedhje të undëve të tjera. Pra nëse jeni një person që doni të përdorni hithrën në përditshmërinë e recetave tuaja, tregoni më shumë kujdes dhe evitojeni ato në këto situata, sidomos kur merrni hollues të gjakut, merrni medikamente për diabetin ose gjithashtu edhe keni probleme të rënda shëndetësore. Gjithmonë përpara këtyre përdorimeve duhet të konsultoheni me mjekun tuaj për të marrë trajtimin e specializuar. Hithra, bima më e mirë e sezonit. Hithra është një bimë e egër barishtore që në kërcendit dhe gjethet e saj të dhëmbëzuara ka një pushtim të djegës që përdoret si bimë mjekësore ose në ushqim ose në çajra të ndryshëm të shijshëm. Përfitimet që do të merrni prej saj do të jenë mbreslënse në dobi të vlerave të shëndetit. Ndaj përdoreni me kujdes dhe recetat me hithra mund të kthehen gjithashtu në një lehtësuese të mira të shëndetit tuaj në tërësi. Edhe më herët, hithrat janë përdorur gjithashtu si një zgjidhje shumë e mirë kundër problemeve të caktuara shëndetësore. Megjithatë, atë duhet ta përdorni me kujdes, sidomos në rastet kur merrni medikamente të caktuara,
të cilat përpara se t'i përdorni dhe t'i kombinoni me hithrat, duhet të konsultoheni me mjekun tuaj. Pas studimeve është konkluduar se hithra mund të ulë inflamacionit. Hithra mund të gatuhet në sallata me vaj ulliri me limon ose si një zgjidhje mjaft e thjeshtë në byrekun tuaj, dhe përfitimet që do të merrni prej saj do të jenë vërtet mbreslënse në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Mos e anashkaloni atë në dietën tuaj dhe përdoreni me kujdes në varësi të mënyrës specifike se si doni të përfitoni nga vlerat e saj. Në fund, hithra mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë e shëndetit tuaj në tërësi dhe të lehtësoni edhe komplikacionet e një pasnjëshme. Urtia dioika ose njohur ndryshe si hithra është një bimë e ngrënshme e cila mund të gjejë përdorime të gjëra edhe nga mënyra se si ajo mund të përdoret në dietën tuaj ditore. Ndikimi që do të merrni prej saj do të jetë vërtet i rëndësishëm. Ajo mund të konsumohet në gatime ose të përdoret në formën e suplementeve të ndryshme natyrale, siç mund të jenë gjithashtu edhe problemet e artritit, dhe klasifikohet si një nga bimët më të dobishme me efekte të mira për shëndetin dhe gjithashtu me lehtësime të duhura për organizmin tuaj. Por cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni nëse e përdorni hithrën në rastet tuaja specifike? Sipas ekspertëve të Healthline në këtë video, do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nëse e shtoni hithrën në dietën tuaj ditore, dhe si ndikon ajo në rigjenerimin e shëndetit dhe jo vetëm. Hithra mund të përdoret për prodhimin e rrobave. Përfitimi i parë dhe ndoshta i pamundueshëm është se hithra mund të përgatitet për të bërë rroba. Në fakt, përdorimi i tyre në tekstil shkon ndër shekuj. Gjatë përdorimeve të saj mund të arrini të keni një tekstil edhe më të lehtë. Hithra ndihmojnë gjithashtu edhe në lehtësimin tuaj të dhimbjeve të kyçeve, duke dhënë kështu rezultate të duhura në këto raste specifike. Me shumë gjasa, hithra mund të lehtësojë dhimbjet e kyçeve të njerëzit që kanë në këto shqetësime ndër shekuj, duke i sjellë atyre përfitime të duhura dhe duke lehtësuar gjithashtu komplikacionet e një pasnjëshme që i kanosen shëndetit tuaj. Në vitet 2000 studiuesit kryen një studim për të parë nëse kishte ndonjë merit hithra në lehtësimin e këtyre shqetësimeve. Hithra gjithashtu përmirëson edhe mjedisin rrethues. Hithra mund të bëjë një punë të shkëlqyer për të mbështetur mjedisin përreth të cilët rritet. Si fillim, ato e pasurojnë tokën me minerale të duhura dhe japin asaj një mundësi që të rrisë edhe bimë më të shëndetshme përreth tyre. Hithra përmban nivele të larta të lëndëve ushqyese që mund të bëjnë diferencën në vlerat e shëndetit. Hithra gjithashtu përmban një minerale të ushqyese, si fillim ato përmbajnë nivele shumë të larta të hekurit, madje mjaftueshëm edhe të lehtësojë komplikacionet të shëndetit tuaj në tërësi. Përfitimet të tilla të kësaj bime do të pasurojnë trupin me elementet të duhur ushqyes dhe të lehtësojnë edhe komplikacionet e tij. Hithra është një bimë praktike që mund të japë shumë përfitime edhe në uljen e presionit të lartë të gjakut. Presioni i gjakut është shumë i zakonshëm, por është më serioz për shëndetin nëse nuk menaxhohet dhe nuk mbahet nën kontroll. Kështu ndikimet e tij në organizëm do të jenë edhe më të dëmshme dhe do të sillen gjithashtu me ndërlikime të forta të shëndetit dhe krijimin e komplikacioneve të ndryshme. Hithra mund të jetë një ndihmëse shumë e mirë edhe në kontrollin e problemeve që shkakton sheqeri i lartë në trup. Përfitimi i hithrës ka të bëjë me sheqerin pas ushqyerjes. Në fakt, përbërësit e hithrës do të stimulojnë në një element më të fuqishëm ushqyes në dobi të vlerave të trupit, dhe si të tilla mund të jenë një stabilizues mjaft i mirë i çështjeve tuaja shëndetësore, sidomos pasi të keni konsumuar produkte të duhura, citon Healthline. Hithra do të lehtësojë problemet tuaja të artritit. Gjethet e hithrës do të ndihmojnë gjithashtu edhe në lehtësimin e dhimbjeve dhe të shqetësimeve të kyçeve nga artriti. Disa studime kanë treguar një zëri se hithra mund të jetë një ndihmë shumë e mirë kundër këtyre komplikacioneve dhe të ndihmojë gjithashtu kundër shqetësimeve të ngjashme. Hithra mund të përdoret me kujdes dhe në mbikëqyrjen e ekspertit për të marrë përfitimet e duhura që i duhen organizmit tuaj për t'i bërë ballë këtyre komplikacioneve. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos të zhvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.